Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku duket se e ka marrë malli dhe ka kërkuar të çmallet me mikun e saj Erion Veliaj. Në mbledhjen e Komisionit për Reformën Territoriale, Tabaku ka kërkuar që në seanca dëgjimore me kryetarët e bashkive të jetë i pranishëm dhe miku i saj Erion Veliaj, i akuzuar për 13 vepra të rënda penale. Kujtojmë se Tabaku dhe familjarët e saj janë përfitues të lejeve të ndryshme nga Bashkia e Tiranës. Bëhet fjalë për një leje ndërtimi dhënë te fusha e aviacionit, ku Jorida Tabaku merrte përqindjen e Luanit në ndërtimin e një kompleksi banimi, lejen të cilën e kishte dhënë Erion Veliaj për zhvillimin e pronës së saj. Me sa duket Joridën e ka marrë malli për kryetarin e bashkisë dhe kërkon të shkojë në komisione. Tabaku ka thënë që Veliaj të vi të paraqitet se debati nuk mund të bëhet pa ardhur zyrtarët e bashkisë. Kuptohet, zyrtarët e bashkisë nuk shkojnë se dihet nga kush komandohen dhe në këtë rast Tabaku ka thënë të vi kryetari ose kush e drejton 1/3 e vendit sot, u shpreh Tabaku. Nuk kemi diskutuar akoma për qarkun më të madh që është Tirana. Është mbi 1/3 popullsisë të vendit, nuk e di a kemi një përgjigje për Bashkinë e Tiranës. Ju kam kërkuar dhe ju dy bashkëkryetarëve zyrtarisht dëgjesa të paktën për 4 nga komunat. Ne nuk mundet që të mbyllim diskutimet në këtë komision pa pasur dëgjesa për Tiranën, pa pasur të paktën 4 diskutime tematike ose sektoriale në varësi edhe të ndarjes që do bëhet në vijim brenda 2 javëve të ardhshme. Kështu që meqense plani fillestar ishte edhe për Bashkinë e Tiranës për të qenë sot këtu. Meqense diskutuam dhe herën e shkuar dhe na thatë që do të na ktheni një përgjigje se si do procedohet për Bashkinë e Tiranës, do kërkoni të vi kryetari zyrtari i bashkisë sipas jush apo kryetaria e deleguar apo kushdo tham le të vi që nga kryeministri, kushdo që mund të përgjigjet, kush e drejton 1/3 në vendit sot. Këtë pyetje kishim. E theksoj dhe një herë, disa prej kolegëve këtu ndoshta mund të kenë ardhur për qarqet e tyre, unë jam antare e këtij komisioni për Bashkinë e Tiranës. Dhe jam e interesuar për Bashkinë e Tiranës, ja kam borxh atyre qytetarëve që të paktën kanë qenë të interesuar për ndarjen territoriale. Pra duhet të shkojë Erion Veliaj në komision tani, të takojë Joridën e të çmallen, se ndoshta i ka marrë malli. Miq kë vjetër, ndonjë bashkëpunim politike kanë bërë. Antiberishist janë të dy, kundër Partisë Demokratike po. Ëndër e ka Jorida të bëhet kryetare e PD-s, ëndër e ka pasur Erion Veliaj të bëhej kryetari i PS-s. I bashkojnë shumë gjëra rrugës. Nuk është se ka ndonjë ndryshim të madh në profilin politik. Njëri është në burg për korrupsion, tjetra vazhdon të bëjë korrupsion politik lart e poshtë, si spiun e ambasadash, duke sulmuar dhe akuzuar kolegët e PD-s, ndërkohë që vetë është katandisur një njeri që në strukturat e PD-s merr më pak vota se Lulzim Basha, po të kandidonin përballë njëri tjetrit.